Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. E papritur, Mateo bëhet nesër pjesë e fermës. Një foto që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, shihet Mateo Borri, ish finalist i Bigut me një zarf të Ferma VIP në dorë. Ky imazh ka ndezur menjëherë thashë themet se ai mund të jetë konkurrenti më i ri i fermës më të famshme në Shqipëri. Sipas një bisede që po qarkullon gjithashtu në rrjet, pretendohet se Mateo është konfirmuar si një zyrtar i ardhshëm që do të jetë pjesë e fermës. Dhe shumë prej fansave nuk e dinë nëse kjo është një lajm i vërtet apo i bërë me inteligjencë artificiale. Për të gjithë ata që janë emocionuar, na vjen keq t'ju njoftojmë se ky është një fake news. Pas një verifikimi të imazhit, rezulton se fotoja e Mateos me zarfin në duar nuk është reale, por është krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale. Gjithashtu edhe biseda konfirmuese është prodhuar përmes aplikacioneve që simulojnë bisedat në rrjetet sociale, siç është WhatsApp Fake Account. Pra shkurt e sakt, Mateo e ka mbyllur kapitullin me reality show të paktën për këtë vit, dhe ky lajm është thjesht një tentativë për të krijuar zhurmë në rrjet.